Vazhdoj të kemi një komunikim dhe bashkëpunim edhe me Ushtrinë Amerikane Nata e Kadrit, natën në të cilën ka filluar edhe të zbritet Kurani. Kjo jetë shumë e shkurtër, duhet ta dimë se cili për njerëz se pse kemi ardhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Që nga viti 2006 kam filluar të shërbej si imam, që nga atëherë kur isha edhe nxënës në shkollën e mesme Medrese Alaudin në Prishtinë, dhe që nga atëherë deri më sot shërbej si imam në shtëpinë e Zotit. 10 vite më herët, në 2006-2016 kemi shërbyer në një vend falje pak më poshtë me lokacion nga këtu ku jemi. Pastaj që nga 9 dhjetori viti 2016 shërbejmë në këtë xhami që tani ndodhemi, që 8 vite, tani pothuajse jemi në vitin e 9 që po i mbushim si xhami. Xhami kjo e improvizuar, nga se kjo ka qenë shtëpi e familjes Kamberi dhe vazhdon të jetë ende. Familja Kamberi ka shprehur interesim vullnetarisht të jap këtë pasuri 12 ari në shfrytëzim që të shërbej si vend falje për të madhëruar Zotin e gjithësisë. Xhami kjo e cila shërben që nga dita e parë në kuadër të Bashkësisë Islame, ku gjatë këtyre viteve që shërbejmë në këtë xhami kemi organizuar edhe një mori aktivitetesh të ndryshme, edukative, humanitare dhe në fusha të ndryshme të cilat janë për gjitha krijesa, gjithë njerëzit pa dallim, gjitha kategoritë e shoqërisë. Dhe falenderoj Zotin që më ka mundësuar të shërbej si imam në dobi dhe në shërbim të krijesave të tij. Ndoshta tjera në xhamin ton kemi edhe një mori aktivitetesh të larmishme, edukative, arsimore, humanitare. Por kemi spako gjatë tërë vitit, çdo muaj kemi 30 pako ushqimore që shmundojmë për familjet nevojtare, familjet skamnore, familjet me jetim, nënave të shqyse. Ndërsa në mënyrë të veçantë tani në Ramazan kemi një numër të rritur të pakove për shkak të kontributeve të shtuara nga besimtarët musliman. Dhe ky numër, sidomos gjatë Ramazanit, do të arrijë dikon mbi 300 pako ushqimore, që do t'ju shpërndahet familjeve nevojtare, familjet skamnore, familjeve që çalojnë në anën ekonomike. Ndërsa, duke qenë se xhamia jonë është afër Çekukës, kemi parë të ulës që t'ju bëjmë disa lehtësime brenda mundësive tona për hir të Zotit, nga se duke qenë në shërbim të Zotit, duhet jemi në shërbim gjitha krijesave të tij pa dallim nacionaliteti, besimi, ngjyre, gjinie e kështu me radhë, për shkak se të gjithë janë krijesa të Zotit dhe kushdo që ka nevojë ne do të mundohemi në vazhdimsi që t'ju japim përkraje. Pra, duke qenë se jemi afër Çekukës, xhamia jonë u ka mundësuar që atyre reparteve ku pacientët janë të shtrirë dhe nuk kanë mundësi që të pastrohen, vinë në xhami dhe ta bëjnë pastrimin e tyre, ndërsa familjarët e pacientëve, të cilët nuk kanë mundësi ku ta bëjnë xhumin për shkak se duhet që ndrojnë afër familjarëve, afër pacientit të tyre, dhe i shohim se shpesh ata flajnë për vetura, për korridore dhe xhetiju, të tillët janë të mirëseardhë dhe të mirëpritur në çdo kohë që ta bëjnë xhumin në xhamin ton, duke qenë afër familjarit të tyre, pacientit në spital. Gjithashtu kemi edhe aktivitete edukative dhe arsimore, kemi kursin e programimit, i cili tani kemi përfunduar gjeneratën e 3 të këtij kursi, kursi i cili zgjat së paku 6 muaj, 3 herë në javë, kurs falas me 2 trajner profesionist, dhe me lejen e Zotit dhe për hatrin e tij do ta vazhdojmë këtë kurs edhe në të ardhmen. Dhe gjithashtu kemi edhe kursin e gjuhës angleze, i cili e kemi në bashkëpunim me kampin amerikan Bonstill, ku ushtarët amerikan vinë në xhamin ton dhe i mësojnë të rinj dhe të rejat tona gjuhën angleze. Pra një bashkëpunim i jashtëzakonshëm për çfarë jam shumë mirënjohës dhe do të mundohemi që të shtojmë aktivitetet e tilla edukative, arsimore, humanitare, nga se kjo është edhe roli dhe qëllimi i fesë sonë. Gjithashtu kam pasur nderin, kënaqësinë dhe privilegjin e madh që të përzgjedhem nga ushtria amerikane në vitin 2021-2023, atëherë kur erdhen udhëtarët apo refugjatët afgan nga Afganistani, kur u ndrua qeveria atje, dhe Bonstilli, kampi amerikan Bonstill i pranoi udhëtarët afgan për 2 vite, dhe unë u përzgjolla që t'ju shërbej atyre për çështje fetare, ku e bëja edhe faljen e namazit të xumas, shkoja dhe i vizitoja gjatë javës, komunikoja me ta, i këshilloja. Në aspektin fetar isha një udhërrëfys shpirtëror i tyre,
ku dhe kam gjetur një mirëkuptim dhe një mirëseardhje të jashtëzakonshme nga gjithë afganët që ishin në Bonsill. Gjithashtu, pas disa muaje, pastaj u inkuadrova me kërkesë të ushtrisë amerikane edhe në kampin tjetër që ishte afër kampit amerikan Bonsill, në ish kampin Bektel Enka, ku dhe aty kishte refugjat afgan dhe ishte nevoja që edhe aty të shkoj për të komunikuar me familjet afgane, me qytetarët afgan që ishin të pozicionuar në ish kampin e Bektel Enkës, dhe për mua ishte një përgjegjësi e veçantë, por njëkohësisht edhe një nder dhe privilegj, nga se isha i përgjigjur nga ushtria amerikane dhe kjo natyrisht është një nder i veçantë, ku vazhdoj të kemi një komunikim dhe bashkëpunim edhe me ushtrinë amerikane edhe sot, dhe falenderoj Zotin që i kemi këta miq, këta përkras, këta aleat, dhe lut Zotin që asnjëherë mos na privoj nga prezenca dhe mbështetja e tyre. Muaji i Ramazanit është një muaj i dallum, i veçum, është zotriu i gjithë muajve tjerë, dhe këtë veçueshmëri dhe dallueshmëri e bën vetë krijuesi i gjithësisë, ku e ka dalluar këtë muaj të bekuar nga gjithë muajt e tjerë. Për shkak të shumë begative që i ngërthen në vete ky muaj i veçantë, në veçanti që është një nata më e veçantë e vitit, nata e Kadrit, natën në të cilën ka filluar edhe të zbritet Kurani. Prandaj edhe çdo vepër e mirë që bëhet në këtë muaj të bekuar shpërblehet shumë fish më shumë nga Zoti i gjithësisë, një muaj i cili na afron tek Zoti nëpërmjet veprave të mira, siç është agjërimi, siç është namazi, leximi i Kuranit, bamirësia, por është një muaj dhe kohë shumë e veçantë për të ushtruar vetë disiplinë më të theksuar, vetë kontroll, sepse agjërimin nuk kërkohet vetëm të abstenojmë nga ushqimi dhe pija, mirë po të kemi vetë kontroll të qëndrueshme mbi vetveten tonë, mbi shprehit tona, mbi karakterin dhe personalitetin tonë. Prandaj ashtu edhe siç thotë i dërguari i Zotit Muhamedi, lavdata dhe bekimet e Zotit qofshin për të, kush nuk e ndal fjalën e keqe dhe veprën e keqe, mos kujton se Zoti ka nevojë që ai ta lë ushqimin dhe pijen, por apo që se e lëm ushqimin dhe pijen për hir të Zotit, natyrisht duhet jemi edhe për atyre që jemi larg, shumë larg fjalës së keqe, veprës së keqe, mendimit të keq. Dhe derisa qëndrojmë për një muaj të tërë dhe e ushtrojmë veten vetëm me anë pozitive, të menduarit pozitiv, të folurit pozitiv, të vepruarit pozitiv dhe në dobi të tjerëve, atëherë kjo energji pozitive për një muaj na mban pozitiv edhe për 11 muaj të tjerë. Pra qëllimi i agjërimit, ashtu siç Zoti përmend në Kur'an, thotë ju kam bërë obligim agjërimin, ashtu siç ishte obligim edhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Prandaj i lumja i cili e ndëgjon Zotin e gjithësisë, nga se ai e meriton të ndëgjohet, mbi gjitha e meriton të adhurohet. Tani në xhamin tonë, përveç aktiviteteve tjera që i kemi të vazhdueshme, edhe jashtë Ramazanit, për mënyrë të veçantë, tani është viti 8, që xhamia jonë shtron iftar, që nga dita e parë deri në fund të Ramazanit, me lejen dhe për hatrin e Zotit. Dhe kjo është një kënaqësi, është një nder që të bëhemi shkak që të shtrohet këto iftare ditore, që nuk është një numër i vogël, është një numër goxha i madh i pjesëmarrësve. Iftaret tona janë të hapura, pra mund të vijë secili agjërues dhe agjëruese, por në mënyrë të veçantë kanë hapësirë studentët, familjet nevojtare, familjet skamnore, familjet që kanë jetim dhe i kanë kushtet e rënda ekonomike, pra janë jashtëzakonisht mirë pritur, por edhe të tjerët që mund t'i kenë kushtet e mira, kanë dëshirë të ndrojnë pak ambientin, janë të mirëseardhur gjithashtu që të na bashkangjiten në sofrën tonë të iftarit, ndërsa mbulimi i shpenzimeve të iftareve tona ditore bëhet prej bamirësve të shumt, vullnet mirë. Kryesisht, apo të gjithë i kemi shqiptar të Kosovës, me disa përjashtime që janë disa vëllezër dhe motra nga mërgata jonë që i mbulojnë shpenzimet e iftareve tona, ku edhe shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj secilin prej tyre për gjitha kontributet që vazhdojnë t'i japin për mbulimin e shpenzimeve të iftareve tona, lut Zotin që t'i shpërblej dhe t'ua shumë fishoj shpërblimet kontributeve dhe çdo vepër të mirë që ata bëjnë jetën e tyre. Kjo jetë është shumë e shkurtër, duhet ta dimë secili për ne se pse kemi ardhur. Pra, të jemi prej atyre që adhurojmë Zotin ton, atë i cili
na ka krijuar, prej të cilit kemi ardhur dhe tek i cilit do të kthehemi. Të jemi prej atyre që na shoqëron qëllimi i mirë në jetë. Të jemi prej atyre që i shtojmë veprat e mira, nga se më i miri prej neve është ai që është më vepërmiri. Të jemi prej atyre që kemi konsiderat, respekt, kujdes ndaj familjeve tona, ndaj prindve tona, ndaj bashkëshortëve tona, ndaj fëmijëve tonë. Nga se i dërguari i Zotit Muhamedi, bekimet e Zotit qofshin për të, ka thënë, më i miri për jush është ai i cili sillet më së miri me bashkëshortën e vet. Më i miri për jush është ai i cili kujdeset për prindët e vet. Më i miri për jush është ai i cili i lën trashëgimin fëmijëve të vet edukatën e mirë. Prandaj të jemi prej atyre që na shoqëron fjala e mirë, vepra e mirë, qëllimet e mira dhe të jemi të dobishëm për gjitha krijesat pa dallim.